ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me të vërtet lavdërimet dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet e përzemërta ja dërgojmë profetit tanë të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhammedi alaihi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave. Historit e pejgamberëve në Kur'an, histori që I ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për njerëzit më të zgjedhur të Allahut, për njerëzit më të mirë në fytyrën e tokës. Sot do të tregojmë për 3 pejgamber të Allahut, sepse historia për ata është më e shkurtë. Për Ismailin alayhi salam, për Ishakun edhe për Jakubin alayhi salam. Ne për Ismailin alayhi salam kena fol për rastet që janë ndëlidh mes Ismailit a.s. dhe babait tina Ibrahimit a.s. Ismaili është djali I parë I Ibrahimit, të cilin e ka lind e ka pas në pleqëri Ibrahimi a.s. Kur I ka pas Ibrahimi a.s. 86 vjet, Allahu e përgëzoi Ibrahimin a.s. Ibrahimin dhe gruan e tij Haxherën me lindjen e Ismailit. Pastaj e cekëm se si Ibrahimi a.s. me urdhrin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi gruan e tij dhe Ismailin e vogël e dërgoi në Mekë, ku I la aty me shumë pak ujë edhe me shumë pak ushqim, me shumë pak hurma. Treguam se si dol uji I Zemzem, burimi I Zemzem, dhe se si njerëzit nisën me ardhe dhe me jetu në Mekë. Ismailin a.s. Allahu e përmend disa herë në Kur'an, mirë po jashtë kontekstit me babaun e tij, e përmend vetëm Ismailin. Allahu e lavdëron në Kur'an Ismailin alayhi salam në surën Maryam, ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wadhkur fil kitabi Ismail", thot përkujtojeni në libër Ismailin. "Innehu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya", ai ka qenë besnik në premtim, premtoi që të bëhet kurban dhe I dërguar pejgamber. Ai e urdhëronte familjen e tij në namaz dhe zakat, edhe ishte I mirëpritur tek Zoti I tina. Allahu I madhruar pe lavdëron Ismailin alayhis salam në këto ajete kuranore, edhe pi përmend disa cilësi që I ka pas Ismaili alayhis salam. E përmend të parën se ka qenë besnik në premtim, ata të cilën e ka premtu e ka mbajt patjetër. Në realitet çdo pejgamber ka mbajt premtimin. Madje edhe çdo musliman e mban premtimin. Çdo musliman që është I sinqert, I devotshëm, që e ka frikë Allahun, ai patjetër se mban premtimin. Kur premtoje diçka, vetëm se para se çka më bë, deri në maksimum mundohet me marr premtimin. Siç ka në hadith të pejgamberit alayhis salam, se shenjat e munafikut janë 3, shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet rën, kur I premtohet diçka tradhton, edhe kur I lihet diçka në emanet, e humb emanetin e tradhton emanetin. Kush I ka këto 3 cilësi, atëherë është munafik, është dëftir, ndërsa kush e ka njënën prej këtyre cilësive, atëherë ka cilësitë e munafikut, cilësitë e dëftirit, të hipokritit. Patjetër që ka diçka të veçantë që Allahu po përmend në këtë epitet Ismailin alayhis salam, që pedallon nga të tjerët. Dietarët kanë thënë se Ismaili alayhis salam ka qenë njeri shumë besnik. E ka ruajt premtimin e dhënë, qoftë premtimin që e ka pas për Allahun, qoftë premtimin që e ka pas me njerëzit, qoftë me premtimin që e ka pas me krijuesin e gjithësisë, qoftë me njerëzit në tokë, deri në maksimum e ka marrë premtimin. E ka marrë premtimin në rastin që e kemi përmend, ku Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që me bë kurban Ismailin. Ai u dorëzoi caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe pi thon, o djali im, unë kam pa në ëndër që me të prejti, me të bë kurban tyje. Shiko pra çka mendon ti. Ai tha,
vepro ashtu si që je i urdhëruar, o baba. Ndaj Zoti thot, unë do të jem prej të dërueshmëve. Unë kam u kam prej sabërlive. Ja dha besën se ka me bo sabër, edhe mbajti fjalën e dhanë. Qa që e mbajti fjalën, pranoj edhe me dek. Pranoj edhe me sakrifiku edhe vetën, vetëm me shku në vend urdhri Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në surën Safat, e kur ata të dy ju dërzuan urdhrit të Zotit dhe ai u shtri përmbys, ne e thirrëm atë, o Ibrahim, ti e mbushë ëndrrën, vërtet kështu ne i shpërblejmë punëmirët. Vërtet kjo ishte sprovë e madhe dhe ne e zëvendësuam atë me një kurban të madh. Kur e bani gati Ibrahimi alayhis salam Ismailin që me prej me bë kurban, Allahu po dërgon melek. Dhe thot, ne e thirrëm ata, ti e ke përmbush mo ëndrrën. Ti e ke përmbush urdhrin e Allahut. Kjo është vetëm një sprovë për ty, një sprovë e madhe, se s'ka sprovë më e madhe se sa baba me sakrifiku të birin. Edhe biri me pranu caktimin e Allahut, qofse është edhe me humbje jete. E meritoi Ismaili alayhis salam u quajt me këtë epitet, besnik në premtim, që e ka mbajt premtimin, si rezultat i durimit që e pati, dhe si rezultat i mbajtjes së këtij premtimi. Ky tregim që na kena përmend në dersat e kaluara, ky tregim tregon qartë edhe na jep me mësu neve se muslimani i nënshtrohet edhe i dorëzohet caktimit të Allahut. E kush i nënshtrohet caktimit të Allahut, kush i dorëzohet caktimit të Allahut, patjetër se Allahu ka më shpërbly, edhe patjetër se kam i vjel frytet e këtij pranimi dhe këtij dorëzimi të Allahut, patjetër se kam i pranu frytet çish në dunja. Sa ai i cili i dorëzohet caktimit të Allahut, e din se caktimi i Allahut është hajër në çdo gjendje dhe çdo situatë. Ai patjetër se kam qenë i lumtur, patjetër se hajër kam i dhënë atina prej dunja. Pa e përmend botën tjetër që Allahu i shpërblen durimtarët, Allahu i shpërblen ata të cilët kanë mendim të mirë për Allahun. Prandaj na më morë mësim te kjo ngjarje e Ibrahimit dhe Ismailit, që më u dorëzoi caktimit të Allahut. Çka do të është ajo? Çfarë do situate, çfarë do gjendje, e lehtë apo e rëndë? Sprovë e madhe apo e vogël? E çfarë do lloji që është? A caktimi i Allahut, dorëzoi caktimit të Allahut. Dorëzoi kaderit të Allahut, edhe kemi pa frytet që ti kemi vjell qysh në dunja, e kemi vjell edhe në botën tjetër, në xhenet, Allah na mësoft të gjithëve. Për cilësive që e ka përmend Allahu për Ismailin alayhis salam, ai ishte rasul dhe nebi, ishte i dërguar dhe pejgamber. Pra i ka pas dy epitete Ismaili alayhis salam. Ana kena folur se kush është rasul dhe kush është nebi, cili është dallimi. Ai ka qenë rasul dhe nebi, njësoj si Ibrahimi alayhis salam, si Davudi alayhis salam, si Musa, si Isa alayhis salam, si Muhamedi alayhis salam. Ka qenë i dërguar i Allahut subhanahu wa taala, rasul dhe nebi. Tjetër cilësi që përmend Allahu subhanahu wa taala për Ismailin alayhis salam, për kujdesja e tij për namazin dhe zakatin. Ai e urdhëronte familjen e vet me faljen e namazit dhe me zakat. Kështu ka urdhëruar Ismaili alayhis salam. E urdhëronte familjen këto dy kushte të Islamit, këto dy kushte të mëdha të Islamit, në namaz dhe në zakat. Ashtu siç Allahu subhanahu wa taala i ka thënë edhe Muhamedit alayhis salam, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha", urdhëroje familjen tënde në namaz, edhe ti vetë zbatoje atë dhe bën sabër në ta. Secili për neve e kena obligim e urdhëru familjen në namaz. Kena përgjegjësi për familjet e tona. Me urdhëru familjen në namaz, vetë me zbatu namazin. Edhe me bë sabër, me bë dorem, se për minjare kur gjo zbat, që ta këshillosh dikan një herës, domethënë që ai minjar ka mu përmirësu. E këshillon nga gadal, me këshillat mira, me këshillat bukura, edhe ban sabër dhe ban dorem, edhe i pret sukseset. E pret suksesin. E lutë Allahu që Allahu me uzu, i mërë se vejpët sa të kemë mundësi. Pra, e si të mos bojnë ndërim me familjarët e tonë kur t'i thirrni për namaz, ku ne jemi urdhëruar prej anës Allahu subhanahu wa taala që mi thirr ata. Ku Allahu thot, ja ju ledhin amanu, o të cilët keni besuar, ku anfusakum wa ahlikum nara, thot ruajeni vetën dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit, lënë djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët.
ruaje vetën s'parjar, pastaj ruaje edhe familjen. E pas gajle për familjen tonë, sa falen apo nuk falen, a japin zeqatin apo nuk e japin zeqatin, a kanë frikë Allahun apo nuk e kanë frikë Allahun, pas gajle dhe dërtë madh, duhet secili për neve. E ka cek Allahu për Ismailin se ka pas kujdes për namazin dhe zeqatin, se këto është për qëllim vetë feja, se vetë feja është namaz dhe është zeqat. Këto kushtet e Islamit janë prej fejës dhe janë prej Islamit. Do më thonë, kush pajiset në këtë cilësi që e pas gajle familjen e vetë, me thirë familjen e vetë namaz edhe në zeqat, ky pajiset me një cilësi të pejgamberit Ismail alayhi salam. Për cilësive tjera është se Zoti, Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me të. Ishte i mirëpritur tek Zoti i tina. Ismaili alayhi salam ishte rob me të cilën Allahu ishte i kënaqur. Natyrisht, jo vetëm pse i ka pas këto cilësi Ismaili alayhi salam, qysh në fillim Allahu e ka dashur dhe ka zgjedh Ismaili alayhi salam, e ka zgjedh dhe e ka bë pejgamber. Dhe kjo është në vetvete një nga lavdatat më të mëdha për Ismailin alayhi salam. Ismaili alayhi salam vlerësohet dhe është si paraardhësi i arabëve. Por në të njëjtën kohë edhe pejgamberi Muhammed alayhi salam. Arabët e gadishullit arabik e kishin preardhën deri tek Ismaili alayhi salam. Do të thonë Ismaili konsiderohet si baba dhe si gjyshi i tyre. Madje me këtë krenoheshin edhe banorët e Mekës, se na e kena preardhën tek Ismaili alayhi salam. E Ismaili alayhi salam konsiderohet i pari prej arabëve që është arabizuar, arabul musta'riba, që ka folur gjuhën e rrjedhshme arabe. Në këtë tekst Ibrahim alayhis salam s'ka qenë prej arabëve. Ibrahim alayhis salam s'ka qenë prej arabëve, ka qenë prej bene Israilëve. E pastaj Ismaili alayhis salam kur Ibrahim alayhis salam e dërgoi Ismailin bashkë me Haxherën në Mekë, në atë rastin kur dol uji, kur dol burimi i Zemzem, edhe disa persona që ishin prej Yemenit duke u thu për në Sham, u ndalën aty në Mekë, edhe e pan burimin e Zemzemit, edhe u ndalën me jetu aty. Edhe kështu, Ismaili alayhis salam këto ishin prej arabëve me origjinë, që s'ishin të arabizuar, por ishin arab me origjinë. U ndalën aty dhe nisën me jetu në Mekë. Ismaili alayhis salam u martua me njërin prej këtyre bijave të këtyre arabëve që ishin me origjinë. Edhe kështu u arabizua dhe nisi me fol gjuhën e pastërt arabe Ismaili alayhis salam. Edhe krejt pastaj çka vin? Pas Ismailit alayhis salam, të gjithë pejgamberët deri tek Isa dhe tek Muhamedi alayhis salam e kanë preardhën tek Ismaili alayhis salam. E cekëm se Ismaili alayhis salam ka qenë i pari i cili e ka fol gjuhën e pastërt arabe. Thuhet se ka nisë me fol gjuhën e pastërt arabe kur i ka pas 14 vjet Ismaili alayhis salam. Ismaili alayhis salam llogaritet i pari që e ka shalu kalin, se deri në atë kohë kuajt kanë qenë të egër dhe s'ka mujt kurkush me hyp kuajve. I ka zbut kuajt Ismaili alayhis salam dhe konsiderohet i pari që ka kaloru Ismaili alayhis salam. Ai ishte i pari që i zbuti kuajt. Ismaili alayhis salam thuhet se ka jetuar 137 vite. Na shpesh e thomin në histori, thuhet se nuk ka argumente sakta dhe precize që sigurt ka jetuar çka vite. Thuhet se Ismaili alayhis salam ka jetuar 137 vite edhe ka vdek në Mekë. E kemi thënë se Ismaili alayhis salam e ka pasur edhe një vëlla, i cili ka qenë Ishaku. Mirë po, Ismaili alayhis salam, Ibrahim alayhis salam e ka pas Ismailin djalë prej Haxherës, ndërsa Ishakun e ka pas djalë me Sarën. Këtë përgëzim për Ishakun ja dhënë me lajkët Ibrahimit alayhis salam dhe Sarës, kur ishin me lajkët e Allahut në kryje me Xhibrilin të shku për të lutje alayhis salam me shkatru, unë alë tek Ibrahim alayhis salam dhe ja dhanë përgëzimin për lindjen e Ishakut edhe për lindjen e nipit Jakubit alayhis salam. Përderisa Ismaili ishte rritur në Mekë, së bashku me nënën e tij Haxherën, Ishaku kishte qëndru me babain e tij në Ibrahimin alayhis salam dhe me Sarën tokat e Shamit në Palestinë.
dhe aty kishte jetuar gjatë tërë jetës. Ai e kishte vazhduar misionin e babait tina, edhe pas vdekjes së tina, duke i thirrë njerëzit në Islam, duke i thirrë njerëzit në iman, duke i thirrur njerëzit në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu kishte bërë që pejgamberllëku të mbetej në familjen e tyre, të vazhdonte gjenerat pas gjenerate, si shpërblim për këtë familje të ndershme. Pejgamberllëku mosonal deri tek pejgamberi i fundit. Ka nis pite Ismaili alayhi salam. Dhe Allahu nuk e ka ndërprer deri tek pejgamberi i fundit. Wallahu thot, dhe ne i dhuruam atij Ishakun dhe Jakubin, dhe pasardhëve të tij u dham profecinë dhe librin. Pra, pasardhëve të Ismailit alayhi salam, pasardhëve të Ishakut, ne i dham profecinë dhe i dham librin, i bënëm pejgamber. Allahu ju dërgoi libra pejgamberëve. Tevratën ja zbriti Musa alayhi salam, Injilin ja zbriti Isa alayhi salam, Zaburin Davudit alayhi salam, Kur'anin ja zbriti Muhamedit alayhi salam. E që të gjithë ishin nipa dhe stëmipa të Ibrahimit alayhi salam, të Ismailit alayhi salam. Isaku, siç kanë thënë historianët, ishte martuar me një grua e cila quhej Rifka. I kishte lindur 2 binjak sa ishte gjallë Ibrahimi alayhi salam. Thuhet se Isaku ka vdekur në moshën 180 vjeçare, apo sipas një mendimi tjetër në moshën 160 vjeçare, dhe 2 bitë e tina. Kjo ishte ngjarja shkurtimisht për Ishakun, mirëpo nuk ka dhe tregime që e zgjatin historinë e tina. Historinë e tina e cila është përmendur në Kur'an, është përmendur më pak se sa e pejgamberëve të tjerë. Pastaj është ngjarja e nipit të Ibrahimit alayhi salam, Jakubit. Jakubi është i biri i Ishakut, nipi i Ibrahimit alayhi salam. Ai u rit në një familje të bekuar. Ishte i edukuar nga babai i tij dhe i frymëzuar me historitë e gjyshit të tina. Përveç emrit Jakub, ai e ka pasur emrin, është njohur me emrin Israil, që do të thotë rob i Zotit. Edhe këtë e gjejmë të përmendur në Kur'anin fisnik. Jakubi alayhis salam është martuar me 2 gra, Leila dhe Rahila, 2 motra, sepse një gjë e tillë ka qenë e lejuar në shariatin asaj kohe. Ndërsa tash në shariatin ton, në shariatin e Muhamedit alayhis salam, 2 motra me një qa është ndaluar me martu. Se ka thënë Allahu në Kur'an, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, ju ndalohet martesa që t'i bashkoni 2 motra me një qa. Islam di që lejo deri në 4 gra me marr, mirë po, 2 motra me një qa mi bashku, kjo është ndaluar, ndërsa ka qenë e lejuar tek popujt e mëparshëm. Te shariati i Jakubit alayhis salam ka qenë e lejuar. Jakubi alayhis salam kishte punu si bari tek babai i 2 grave të veta. Dhe si merr për martesën me to, e kishte pas me qëndru 7 vite tek babai i grave të veta, te babgjyshi i vet. Babai i grave të tij i kishte dhënë Jakubit nga një robëresh për secilën vajzë. Dash për të parën, dash për dytën, i kishte dhënë babait tina robresha. Fillimisht Rahila nuk kishte pasur fëmijë, andaj e lut Jakubin alayhis salam që ta lut Allahun që Allahu mi furnizo me fëmijë. Andaj e lut Allahun që ajo me pas fëmijë, dhe Allahu i përgjigjet dhe e lind një djalosh të bukur, Jusufin alayhis salam, për të cilin historinë do të flasim në ligjërata vijuse. Prej javën e ardhshme, me lenin Allahu do të flasim për ngjarjen më të bukur në Kur'an, për ngjarjen e Jusufit alayhis salam. Pas kësaj kohe, Allahu e inspiron Jakubin alayhis salam të kthehet në vendlindjen e tina, edhe të vazhdojë misionin e tina atje tek babai i tina. Kështu që Jakubi alayhis salam kërkon leje prej babgjyshit vet, prej babait të grave të veta, që të kthehej tek familja vet. Se i kishte pas meher që më nejt 7 vite edhe më nejt tek babgjyshi tina, tek vendi i grave të veta. Jakubi alayhis salam e merr pasurinë që ja jep babgjyshi dhe u thon nga Harani në drejtim të Palestinës. Për tek familja vet, në frymëzim në shpalljes, Jakubi alayhis salam e ndërton xhamin Aksa që gjendet në Palestinë, Mesjidul Aksan. Kur është pyet Abu Dharr, kur e pyet Muhamedit alayhis salam se cila është xhamia e parë e ndërtuar, thot Muhamedi alayhis salam se është Mesjidul Harami në Qabja. Ndërsa pastaj thot
pastaj është Mesxhidul Aqsa që është në Palestinë. E sa ka mes tyre? Thonë ka 40 vite. E dietarët historianë kanë folur se kush është i pari që ka ndërtuar Mesxhidul Aqsan. Disa thonë se Ademi alayhis salam, disa thonë se Ibrahimi alayhis salam, disa thonë se e ka ndërtuar Sami i biri Nuhut alayhis salam. Ka mendime të ndryshme të dietarëve. Disa thonë se Mesxhidul Aqsan e ka ndërtuar Sulejmani alayhis salam. Allahu e di më së miri. Jakubi alayhis salam dhe 11 djemtë e tij me tërë familjen e tij kishin shumë pasoni. Kishin kafsh, kishin robër dhe kishin gjëra me vlerë, pra ishin të pasur. E rrugës duke u kthyer për tek babai i tina, gruan e tina e kamplojnë dhimbtat e lindjes. Dhe e lind djalin e tina Bunjaminin. Mirë po pasi që e lind, smujti mi pështu atyre dhimbtave të mëdhaja të lindjes, edhe gruaja Jakubit alayhis salam, Rahilja, vdek. Edhe e len panan Jusufin alayhis salam dhe vëllaun e tij Bunjaminin. Pra 6 djemtë të tjerë ka pas me motrën me gruan tjetër me motrën e Rahilës, pra me Lejlan. Ndërsa fëmijët tjerë ka pas Jakubi alayhis salam me robresha. Thuhet se Jakubi alayhis salam e ka pas edhe një vajzë. Jakubi alayhis salam e varros gruan e tij Rahilën dhe kthehet tek Ishaku, i cili ishte i lodhur dhe ishte i semur. E kishte ka pleqtia. Nuk vënon shumë dhe vdes Ishaku. Pastaj Jakubi alayhis salam e vazhdon davetin rrugt të Allahut. E vazhdon misionin e tina, pejgamberllokun e tina, duke i thirrë njerëzit në Islam, duke i këshilluar me fjalë të mira dhe me fjalë të bukura, duke i këshilluar që me lan adhurimin e idhujve, adhurimin e putave dhe i këshillon që ju kthy Allahut subhanahu wa taala dhe besimit të pastërt. Pra, për Jakubin alayhis salam do të flasim edhe më tej gjatë tregimit të Jusufit alayhis salam. Se kur flasim për Jusufin alayhis salam, ndërlidhen ngjarjet edhe me babaun e tij, Jakubin alayhis salam, që do të flasim në ligjëratat vijuse, nëse kina jetë dhe Allahu na jep sabër me jetua. Alus Allahu na madhruar, që Allahu më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Alus Allahu na madhruar më marr mësim për këtyre ngjarjeve, për këtyre historive të pejgamberëve të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Alus Allahu na madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Alus Allahu na madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Alus Allahu na madhruar më na ndriçon natën e varrit, më na lecu urrën e siratit dhe alus Allahu subhanahu wa taala më na tubu xhenat çashtu që na kutubun këtë vend. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.